Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Do jemi me emisionin Në Kuvend, po me një emision shumë veçantë se e radhe, sepse po bëj unë një gest simbolik duke huazuar nga një emision pak a shumë dhe gazetar pak kontrovers, emisioni i 50. Pra Në Kuvend 50. Edhe unë me thënë drejtin jam i kënaqur për faktin sepse jo vetëm emisioni, por dhe Akrolis TV si një televizion rishtar i ri, nuk isha menduar se do ketë të ndikim në publik, sepse e shoh gjithandej e kërkojnë. E kërkojnë brenda vendit, e kërkojnë Shqipëria e epërme, e kërkojnë Lezhë, Mirdita, Kurbini, e me radhë Fusharsi ku është në Suskom, po ashtu edhe Puka, edhe zona tjera, po kërkohet sidomos edhe nga emigrantët. Dhe besoj që kjo ka lidhje me dy gjëra që janë shumë të rëndësishme në një media, që është fakti për qenë profesionist, sadopak, nuk ka rëndësi, ti mund të jesh dhe televizion kombëtar, mund të jesh edhe CNN. Në fundit ana personale janë shumë të rëndësishme. Edhe e dyta, etika dhe sinqeriteti me teleshikuesin, që janë shumë të rëndësishëm. Nëse nuk janë të gjëra që sot për fat të keq, ndërkohë kur rrjetet sociale janë gati në avangard të informimit, atëherë është shumë e nevojshme që televizionet, gazetat, jo print, tashmë janë shumica në online, e tjerë me radhë, duhet të jenë shumë të sinqerta dhe të përcjellin gjërat e vërteta, të pandikura, as politikisht e në gjëra tjera jo. Kështu që është kënaqësi që do jemi sot në emisionin e 50, ku unë kam ftuar njërin me cilin e kemi nisur në studio, që është një nga gazetarët më të mirë që ka prodhuar Shqipëria vitet 90, por mbi gjitha edhe si drejtues i shtëpisë botuese Fishta, është Frano Kulli. Frano, mirë se erdhe në emision 50. Është kënaqësi që e filluam bashkë edhe jemi edhe sot në emisionin e 50 bashkë. Faleminderit edhe për mua, është të kënaqësi. Më lejoni që sërish të jap atë përshëndetjen dhe falënderimin tim për gjithsa ju bënin kuptimin e qytetarit, po them tash, e dëgjuesit, të shikuesit, të ndjekësit të mediave të këtij dimensionit lokal, për me rrezatim shumë më gjatë sa kaq. Sigurisht që është kënaqësi për gjithë secilin që i jepet rasti të jap kumët edhe vetën në mënyrë publike, të cilës do fush qoftë, po sërish në atë fush ku ai kontribon etj. Ju i thatë ato generalitetet e mia, faleminderit megjithëse me superlativ ndoshta. Por veprimtaria jonë në fushën e botimeve sigurisht është shumë afatgjat. Ju përmend 50 emisione të media së re këtu. Unë përpara se të filloj punën me editorin 31 vit më përpara, kam edhe ca vitet tjera, ndoshta një dekadë përpara, kur jemi takuar së bashku në të njëjtën rrugë në dy kursi, në kuptimin që unë në atë kohë punoja për gazetën Bashkimi, korrespondenti i zonës, këtej Lezhë Mirdit, dhe ju ishit gazetari i ri, themelues i gazetës lokale Mirdita. Për asaj kohë kanë kaluar 40 sa vjet, dhe nuk janë pak. Ndoshta prezenca juaj e pashkputur asnjëherë në format e ndryshme të mediumëve, qoftë mediave të shkruar, qoftë televizive, sigurisht më mban kënaqësi të posaçme që përtej miqësisë, përtej kolegut, jam në një bisedë me një prej gazetarëve të racës, po e them unë, nëse kam gjetë termin e shkushëm, me zotnin tuaj Gjergj Marku. Ndërkohë, mu shpesh herë më pyesin kudo që shkoj, edhe në Rrëshen, po edhe në qytetet tjera, sidomos në vendlinje, por edhe në qytetet tjera, dhe gjithkund më pyesin se kush është pronari i Akrolis TV dhe i gjithë platformës në Suskom, domethënë. Dhe unë kam menduar që sot në emisionin e 50 ta kem këtu dhe është Det Bugaqeja. Det, mirë se erdhe në emision dhe nuk e di a ke menduar vërtet ndonjëherë që Gjergj Marku do më ftojë në emision? Kjo
të më kishte shku nërmendoj herë, po ti e bane. Vujtë e thje ma mu shmenën, po gjithsesi më bane marë, më këdi që më bane, si hipnotizove i thje, më këdi që më bane në gjylpanë, gjithsesi më bane marë. Shiko, deta nuk është, det ka i gjë se ti nuk je rasor në të gjallë. Është shumë e rëndësishme kjo, domethënë ti okay, je marrë me është fusha e sipërmarrjes, është një sipërmarrje e vështirë, por është një kontribut, absolutisht është një kontribut edhe sa i përket qurës internetit edhe të shërbimeve të ndryshme që lidhen me këtë. Por e rëndësishme është ky kontributi tjetër, kontributi mediatik, sot të mbash media të paanshme, është shumë e rëndësishme, të pandikuar, e tjerë nuk është e lehtë. Edhe a mendon që pak a shumë Akrolis po dhe emrin e vetë, a je i kënaqur për këtë? Gjërgjërës, kompania ime që kur e kam themelu, si vjetë, sa është edhe, nuk e di pak e rëndësishme, sot që jam në televizor, ne festojmë 20 vjetorin. 20 vjetorin? Këtë vit, e? Po në shkurt, biles do bojmë edhe një marami gala, do ftojmë gjithë partnerët, klientat vjetër, personalitetet do t'i ftojmë, do bojmë i mramje bajeget male, në shkurt. Në shkurt, pra 20 vite. 20 vite business. Kur e ke hap det? Shiko, unë jam i tip që kam kërku gjithmonë me bojnë një gjanë që se bojnë tjertë. Në fillim, kur e fillova këtë biznes, kur fillova biznesin për internetin, isha vetëm unë, po ta marrë dhe i qonë shkollët, që ja thote e pak, dhe fillu ma shavash. Por, eci, përderi sa kam 20 vite në treg, do me thonë që më ka hec, se u bo 20 vite. Kështu që edhe për punë në televizorit. Me televizorit faktikisht nuk ose se ka bo askush, po janë gjithë duke e lanë, dhe unë vendosa me e fillu. I vendosën me fillu, por gjithë ishën të e lanë. Po, gjithë janë të e lanë, sepse shumë media lokale që njofë, unë shumë shok, disa janë drejt mbylljes, disa kanë mbyllë sepse s'kanë interes, nuk kanë më reklama, nuk pagungush, sepse sot janë edhe rrjetet sociale. Sot e tjetër për dash me bojnë reklama, sepse televizorin bje reklamat mahet. Sot dash me bojnë reklama i tjetër, e futën në Facebook, e futën në TikTok, e futën në YouTube, ku do. Ka media gjitha nejë dhe janë free. Ndërsa unë në këtë pikë kur të gjithë po online, unë e fillova. I thuta që e i knaqën. Jam, me të thonë drejtën, pa e i knaqën. Nuk jam duke fitu, nuk fitoj. Jo që ta din njerëzit. Por, absolutisht, jo të falenderoj për këtë, që ta din, dhe me thënë, nëse ka në Shqipëri, Frano, media humane, në kuptimin e humane dhe që i shërben komunitetit pas një lloj ngarkese, në kuptimin e saj financiare, tjerë me radhë, por është pikërisht kjo, dhe unë për të e falenderoj. Ne sot nuk kemi asnjë sponsor, nuk kemi asnjë reklam. Sponsor dhe është momenti për ftuar sponsorit. Asnjë reklam asgjë. Të gjitha e bëjmë me burimet e kompanisë. Me fjalë, ndajmë një farë buxhetit një anë, paguajmë dritë, energjinë, paguajmë pajisjet që blejmë, paguajmë pak me i pak modeste gazetarët, që edhe ju asgjë su paguajmë, se ju vini gati vullnetar. Kemi edhe quna edhe disa të dualit, që i falenderoj shumë që nga kanë një të shkollës, Skolin Gjoka, janë të ri. Pjesë emisionit sot. Edhe këto jam duke mundur sa të mundem që me i fut në zanat, por janë të hecë mirë dhe jam shumë i knaqë me to. Po kështu duhet me pagu edhe regjizorin, sepse edhe të regjit do të rri dikush, montazhet gjitha gjatë. Pra, në fund të muajit bëhen sa shpenzime. Okej, tani që Franos, ti themi tani që nuk kemi blujt këtë gjithë të muajin e këto. A këto se keni gjuhë të, ka i mulleni që shkohet, a këto dhe rrotullot këtë, jo. Po, e kemi dzirë ca mjellë, jo krunde, po ca mjellë. Paka shumë, po marrim në kuvend. Flasim si mjetë të Asjes. E falenderoj shumë Asjen, e kam ndjek emisionin që është një vajzë shumë e talentume. Dhe dyta, edhe këto tri që po bëjnë disa vox pope,
edhe kronika, kanë fillu të bëjnë dhe kronikat, i bëjnë në mënyrë profesionale, për kaq sa janë normal, do zhvillohen, e me radhë, për shembull, që thash, t'ja themi dhe Franos, se Frano është profesionist, mund t'ja themi Franos, paka shumë sa janë ndjek deri tani. Shiko, më mirë këtë punë e din faktikisht din çuna që punojnë. Jo të themi sa shifra, apërsisht, nuk po themi. Shiko, neve kemi shku në YouTube për 4-5 muaj që kemi hap. Ka shku gati 4.000 subscribe, se nuk janë një shumë e madhe 4.000, por shikime ka kalu 6 milion. Unë kur shof mediat e tjera që kanë vitet tana, ke disa media, flas për këto media, nuk flas për mediat e mëdha kombëtare, që i shep me 15 milion, me 20 milion, më duket sikur ne i kemi të i kalu ato me 6 milion që në tonë. Dhe flas për YouTube-in. Dërsa pjesa Facebookut kemi 4 muaj që i kemi 3 muaj më duket, nuk e di se sa, më duket ka shku në total shikime, ka kalu më duket të 30 milion që. 30 milion shikime. Pra do me thonë, ka shku gati 8-9 milion shikime në muaj. Po, shumë, absolutisht është mirë. I solla këto se Frano, sot do me thonë gjithë paka shumë janë yshten të klikimet, yshten të këto, por shikimit janë shikime. Nëse nuk ke shikime kështu. Realisht kur ke ardhur misionin e parë që kemi bën kuvent për herë të parë, me Akrolisin e hershëm, pra ne tham kuvent, lidhja, ishte një lloj simbiotike shumë interesante për Lezhën. Për shembull, pas pak muajsh, janë pak muaj, ti i mendoje këtë lloj shifrash se a mendon pse ka ardhur kjo? Shikueshmëri, domethënë. Fare thjesht, në fakt, sigurisht në gjithë shumë zërshin ose kakofonin e pafundme që ka media, sidomos në Shqipëri dhe në vende si Shqipëria, sot që të zësh vend në këtë treg, po them unë, megjithëse nuk më pëlqen fjala treg këtë rast, në komunikimin me shikuesin shqiptar, është një punë shumë e vështirë në kuptimin e ekzigjencës, por nuk që shumë kërkues në vetes dhe kur themi shumë kërkues, kam fjalën të ishin raport me menaxhuesin e padronin që ka interesat me këtë punë, qoftë se nuk e shef në sensin që se s'bën me gjetë ato mënyra komunikimit që janë pranueshme. Vetë zotni Deda i përmendi, sepse i ka një në lëkur këto, atë faktin që kurba e mediave që kanë funksionu në qark lokal, po themi këtu, është jo e vogël, por fakti është që absolutisht ne jemi gjithë që shumica aty ne kanë shku në inekzistencë ose disa tjera vijojnë në gjendje letargjike. Nërsa zotni Deda merr kurrajun dhe fillon këtë punë ca muaj përpara dhe përmend këto shifra që janë mjaft entuziaste. Cili është sekreti të shti? Unë mendoj se me thanun kështu me shumë pak fjalë se thanun si ekstrat, do të thoshe se në qoftë se një person i del për zot një fushë të tillë, pra siç është ajo e medias, në radhë parë duhet ta konceptoj atë si mision. Dhe unë mendoj se këtu është sekreti i kësaj sot. Po ri përsëris prap. Sepse realisht kemi shku një shoqëri kaq komercialiste sa misionet nuk ekzistojnë më si term. Unë në farë mënyrët e kam edhe eksperiencë time në këtë sepse... Po sepse e ke vujt mbi shpinë. 30 e sa vjetë në fushën e botimeve e nisën në vit... Unë pasha shumë të panajiri që pash atje. E filluar në fillim vitet 90, kur tjetër gjë krejt ishte trendi e prirja, kur me një kiosk bje fjala norma fitimi ishte 300%, imagjino se sa pa përfillshëm ishte kuptimi si biznes i ati biznesit, i asaj vërmëndërit ekonomike që merret me librat. Paka shumë qasja është kështu, me medjen, me fjallën publike, sot, në gjithë këtë muri presingut që ka tek publiku, fjalla, unë mendoj se sekreti vetëm kryesor është ajo sinceriteti që të qënë të misionin, që ose ti e merë si pasion. Dhe unë besoj se zotni Deda është në këtë fushë si biznesmen. Ne jemi miq prej vitesh dhe unë e di paka shumë në vija trasha gjithë historinë e biznesit. Paka shumë prap kam të njëjtën qasje. Do më thënë, unë jemi bindur që me gjithë këtë shikueshmëri, ai ka arritur sot duke e
subvencionu, duke nuk ka mendu ditën e parë që prit të baj këtë truk. Të komunikoj me Gjergjin që është profesionist që si mund të trukojmë e tjerë, duke në shkalu nga herë edhe atë që është thelbi i lajmit, i komunikimit e i medias, ajo pjesa e njëshmërisë, e prekjes së dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Mirë po, duke zgjatur këtë rrugë që është më vështirë, në fakt, sigurisht që suksesi është më i sigurt. Shiko, do t'i bëj pyetje Dedës dhe ndërkohë do ta thellosh pak ti, pastaj në analizën tënde, domthonë si profesionisti i medias. Domthonë, shiko Dedë, zakonisht tek pronar, unë e kam thënë disa herë, para disa viteve, që sot media nuk mund të jepet kujdo në dorë, se është bërë gabim i jashtëzakonshëm në Shqipëri. Do e kanë marrë dru var, nërtus, njerëz pa din, kriminela, pa din, pa iman etj. Mirë, po këta çfarë bëjnë? Nuk është një kriminal dele vret ca njerëz atje në rrugë dhe kapet. Ndërsa një që merr media, vret shpresën një kombi ditë për ditë, vret shpresën e njerëzve, por sa e kështu. Por nga ana tjetër ka dy gjëra, domthonë spare ti vjen nga pikpamja teknologjie, ke një formim të admirueshëm. Edhe je mundu të aplikosh dhe po aplikon për ditu, do flasim fund se çfarë të reje do kemi pasaj këtu. Por nga ana tjetër, kam vure diçka ditë, që ti ke qenë i komportueshëm me atë çfarë Flavio, jo që kam kërkuar unë, por shoh që një farë mënyre në tangente ke parë dhe je thelluar pak edhe tek mediat e tjera, se shoh mënyrën se si bën to komunikimet me shorse, me njërin me tjetrën, shoh ekuilibrat që mbahen, domethënë dhe realisht i media vogël, po atë të ka shërby për të fut më thellë tani, e fut më thellë, mendon të Deda gjatë këtij viti është fut më thellë ke media, funksionimi i saj? Më thellë tash, Gjergji, çështja e fjalës që thotë sa të rrojmë do mësojmë. Edhe me çdo biznes që niset, çdo ditë e më thellë futesh në te. Çdo ditë më tepër mëson prej ti. Çdo ditë më tepër mëson për ta. Për atë biznes, për atë gjë që nis me bë. Tash normalisht që kam filluar me hyj më thellë, për ditë më tepër perfeksionohem, pavarësisht se unë nuk ka se i baj vetë, kam stafi që i përgatit një nërto jellë ti, që punon për këtë. Por ka i gjanë, asnjëherë se kam nis asnjë pune, në qoftë se 60% se kam zotru vetë. Në si lloj biznesi që kam shumë rëndësishme kjo. 60% se kam zotru vetë. Për çfarë? Kjo ka kenë që e kam mendu gjithmonë, nështë është si tip çështje sigurie për veten teme. Jo, që askush nesër mos të më fusin atë litarin fyt, mos të më kapin për hundet nesër, që të më thonë, shiko, këtë punë e bajon edhe me bë me ikun ti falimenton. Me këtë e kam menu gjithmonë. Dhe unë kam bërë gjithmonë me këtë parim. Edhe te pjesa e medias, sepse paka shumë, pse kena hap akrolisin nga më hellë, kena hellë 3-5-6 muaj, se normalisht që kena fillu me prollu 6 muaj ka. Para zjedheve, ishte që fillu me prollu. Po, nërkohë që kanali ka qenë vazhdimisht. Ka qenë i hapur me këngë, me gjanë. Jo e pëlqen muzikën. Po, ato janë prollimet tonat. Po, nesër, po, okej. Po, aty thjesht një ritransmetues, ke një playlist, fut, ai tjetër një gjanë, ku dion këngën e... ku dion, Çun Mulës. Pa marrë Çunit, ose Frank Markols, një gjatë këngën aty. Këngë folklorike, pa muzikë popullore, ato gjëra ka. Po janë prollimet të tjerëve ato. Edhe ne i ritransmetojmë. Por kanalin e ka bërë më të bukur kjo futja këtyre emisioneve? Normalisht, sepse këto janë më informativ. Këto janë prollimet tonat. Prollimet tonat. Edhe fillojnë të kombinojnë bashkë. Plus që kena tash prollimet tona, kena për shembull emisionin Kuvent. Po. Që vetëm me gjetë këtë emrin, se edhe me anë t'i emrit kam josh edhe ty marrë këtu, se ti e josh, ka fjallë, sepse të shqy ty të pëlqen që i Kuvendet të gjënë, ta themi shumë. Me anë të këti emrit të kam josh, por është një emrit që i shkon vendit ku kena le, ku e në rridh dhe ku ushtrojmë aktivitetin.
Për qarku të leqë që shkon në kuvend. Kena dhe emision tjetër të kalamajve, që ka bon vetë, ajo flasim si fëmi. Edhe atë emrin ati emision tja ka vendos vetë ajo. Mendimin e tjatit, se jati Biki Joni, është i person shumë i në rrugë. Do të falenderoj Hekuranin, mund ta kishim se Hekuranin këtu. Është një intelektual shumë i përgatitur në zonën tonë, njeri që i apasionuar edhe i mas medjave, mas letërsisë, mas shkenime me gjana. Mendimin e tjatit dhe e ndërtoj atë me, tha du me bon thaj podcast, tha flasim si ju shumë burë, flasim si ju stasi mas si burët, as si gratë, po flasim si fëmijë. Edhe ishte një gjete shumë e bukur. Kjo në kuvend do bëjmë edhe të tjera, unë kam men në projekt, veç se na duhen njerës që e marrin për sipër. Do bëjmë, e kam projekt të bëjmë një emision për bujësin, që është shumë i nevojshëm për rajonin tonë, dhe një emision tjetër për sportin, për rinin, plus edhe një emision tjetër pak me humor, me do gjana, ashtu që po do të me gjithë persona, sepse kanë nevoj njerëzit me njek këto model emisionesh. Okej, do më thënë, kjo të bën që realisht ti nuk do të nërpresisht. Jo, në astin nërë. Shiko, edhe biznesi, jo se ka tjerë që nërpresin, por edhe biznesi vetë, i ndërtuar në këtë mënyrë, shkon me biznesi, është tipologjia. Bashkon dy tipologji po thuj se të njëjta, dhe besoj që do të vazhdoj, po thash ta vazhdoj pak analizën pranë, duke pa kur e ndjek deden, kur e shef kështu, kur mendimet që ka si profesionist, si e mendon këtë lloj qasje? Unë po në lojte 2-3 pikat e platformës që deda përmeni emisioneve të bazë që janë sot të tjera që aspiron e andron dhe ka projektu deda. Unë po në lojte vetëm në 2 projektu në fushave. Dhe me thënë përmeni këtu fushën e bujqësisë, jo vetëm e dëshirojmë, por e kemi projektuar që do të mund të arrim me badhe një emision për bujqësinë. Fakti që një media, sidomos një media e këtij arealit ku jemi, si përmer, do të thënë, ngullet e shigjetën e vetë projekteve tek bujqësia, një sektor sot që në ekonominë shqiptare, në administracionin politik shqiptar, për fatin e keq të vendit, sipas gjykimit tim, është gati abandonume. Për mua absolutisht që këtu do të ketë një njëshmëri speciale. Sigurisht është shumë rëndësishme pastaj që emisionet kenë edhe kualitetin profesional, sa tjetë e mundër, sa tjetë mundësi zonat, në kuptimin që po themi drejtuesi e emisionit tjenë edhe njëri njohës i fushë, por sigurisht edhe një njëri i medias. Por ama, vetë ajo synimi për të rrok temat tilla, trajtesat tilla, unë prapë po kalej të kjo që për mua janë dhe do t'jenë shumë interesante, sepse vetëm me atë konsumin mediatik, politik, sidomos subjekti shikues shqiptarës në verit. Ne jemi të gjithë në nërkohë, ju sot jeni drejtues e krijues i medias, ju gazetar i lasht, po them unë, me gjithë këtë eksperiencë, por në nërkohë ju dhe unë e tjerë dhe gjithë këto rinia që kemi këtu në studio, jemi edhe konsumator të produksionit mediatik. Atëherë si konsumator, se mesim vetëm të këto temat e modës, e të mëdhaja, e tjerë që kanë 30 vjetë që i sillen shikuesit e dëgjuesit shqiptar, lexuesit shqiptar, në përmendje me një presing të jashtëzakonshëm, e kanë neverit. Në qoftë se ti do të injektosh problematika të tilla në emisionet tuaja, në transmetimet tuaja, siç ndalova te bujqësia kaq shumë, jam i bindur dhe shpres plot që absolutisht ai numri i shikimeve do të shtohet me progresion gjeometrik. Dëgjoj, unë tash nëse më lejon dhe nuk zgjatem, kam pas edhe përpos kësaj eksperiencë, unë tash kam vite që merrem me edituri mirëfilli, por kam pas rastin me qenë edhe në Këshillin Drejtues Radio Televizionit Publik Shqiptar për një 3 vite, diku në vitet 2003-2006. Organi mediatik publik, shtetëror, etj, me donacione pa problem. Jo në kuptimin
e këtij që thot dete që mund të jenë ekstremet që nxjerr prej kulesës vet, prej xhepit vet biznesit për mja hedh medias, dhe përsëris që ky është mision. Ky nuk është biznes, ky është mision. Për atë që ka nevojë ky vend sot, e përmenda atë sepse të gjithë ne dim në vijat trashat që është një institucion kryesor me stazhin më të madh mediatik në këtë vend, me një suport ekonomik e financiar me taksat shtetënore, me taksat publike, dhe në fund ne dim se çfarë shikueshmërie ka, çfarë ndjekje ka, çfarë audicionit ka. Është në mediat ndoshta ma me pak. Unë nuk i di shifrat konkretisht, por sigurisht po flas me opinion dhe një opinion të konfirmuar, po them unë, edhe pse solla shembullin. E solla sepse duket sikur çalon kryemedia e Shqipërisë, që është një media publike, televizion publik, me një krijesë 6 mujore. Një pa shumë e rëndësishme kjo që kjo krijesë, po i them unë, mediatike, në filleset e veta e ka platformën e qartë, i ka hyrë me pasion kësaj punë, don me ba, patjetër me përçu me pasionin e tij atë çka prek sentimentet ma të fisme publike. Është shumë e rëndësishme kjo dhe kjo më ban shpresë plot me thënë që rruga e juaj në të ardhmen sigurisht që do të jetë edhe mjaft më shpresëdhënëse se sa sot, dhe shpresoj shumë që jo vetëm që nuk do të ketë fatin e të tjerëve para rëndësi që për rrethana të caktuara janë detyruar me bajin dietrën dhe nuk ekzistojnë sot, ose të tjera që vegjetojnë, por me projekcione dhe me ide të tilla, unë shpresoj shumë që e ardhmja do të jetë gjithnjë më prosperuese, më optimiste. Shiko, Frano, ka një gjë të veçantë, paktën këtu unë du t'i përmend si njëri që kam një karrierë gjatë në gazari, po të marrim, domethënë, ajo që të krijon komoditeti psikologjik, mental, shumë i rëndësishëm në raport një gazetari me drejtuesin, me pronarin, është shumë i rëndësishëm. Kur nuk ndjehesh komod, ti nuk prodhon dot, ose do të qedosh karakterin e shumë gjëra tjerë, por faktikisht unë du ta falenderoj Deden për një gjë, edhe që ta dinë dhe njerëz të tjerë, kur nuk ka ndikuar ndonjëherë që t'i japi anësi politike. Ora ky mund të jetë si çdo njeri, mbrana vetes vet, domethënë ka subkonsciencën e vet. Sigurisht, inspirimet e veta, normale, interesat. Por në një medium, cili është përballë publikut, frenon subkonsciencën dhe instinktet, po them pak a shumë politike, dhe lën pjesën që duhet profesionale, sepse këtu janë ftuar të gjithë. Madje problemi më i madh shpesh herë është me mosardhje. Disa druhen, nuk kanë artikulimin, disa s'kan marrë leje nga kryetari. Duhet marrin leje, duhet marrin njëri tjetër me radhë. Një sindrom, një smundje pashërueshme për fat keq. Pak a shumë këtu janë ftuar për debat. Ka pasur një debat politik një moment në fushatës, janë ftuar deputet të dy krave, janë ftuar drejtues politik të dy krave, gjë të cilat shumë televizore nuk e bëjnë. Shumë gazeta nuk e bëjnë. Kanë thjesht ato piruetet e veta që krijojnë dhe shkruajnë e bëjnë dhe domethënë stirelapsat e vet që dihet kjo punë. Ne e dim se ndodh në tregun mediatik shqiptar, por këtu nuk ka ndodhur. Dhe gjëja tjetër është që të bish në paqe me atë që quhet gjëja profesionale, kur një drejtues ta kupton anën profesionale. Dhe ky fakt ka thënë që në këtë emision unë e di shumë mirë det, e kemi biseduar bashkë, mase unë anoj pak në kuptimin e saj, sepse shumë prodhimtarit mijat nga që dita e martë, ku vendi sjell reportazhe të tjerë dhe janë në arkiva që unë kam pas, por që janë realizuar në Mirdit, sepse unë atje, dhe okej, jo, unë atje. Pa atje ke dhe zemrën, prandaj. Po ka 10 vite që punoj atje, dhe normal që ka ndarë këtu, por është krejt normale që të zgjerohet fasha, është krejt normale që ta them edhe këtu lezha vet, po dhe kurbini. Unë kam një provë po e quaj në muaj janar. Do ta shoh dhe pastaj do të reagoj publikisht. Domethënë, çdo drejtues është i detyruar të ketë komunikim me publikun. Ai e zgjedh se ku më shku, nuk ka rëndësi. Po ti të shkosh në një vend, por nëse ty të bën aktivitez, çdo drejtues e ka detyrim
të komunikoj me publikun. Si majtas, si djathas. Ndaj këshu, ne kemi ftuar, dita më ka thënë, ftoj gjithë kryetarët e bashkive, ftoj gjithë drejtuesit, për mu, kjo është një gjë që thashtë mu më jep paqe në anën profesionale time. Nga ana tjetër janë disa emisione, që do t'i përmenim këtu, po t'i merja me këshu, janë disa emisione që absolutisht mund t'ishin shumë denja në ekranet shqiptare. Dhe mund t'misilish në emision që e kemi pas shumë veçantë. Që për shemë ajo për portën e Alpeve. Me planifikusën urbane. Është emision i standardit lartë. Me atë vajzën në atë Shkodranën. Po, tjetër që u bë prapë me Luigjin, ishte shumë lartë me projektin Shpresa. Janë projekte ikonike në Shqipëri. Absolutisht, ajo është një mekanizëm. Po, me Luis Milen. Me Luigjin, pa ishin, ajo tjetër që u bën spaq. Pastaj ne kemi lujt në për territorët. Na kena shku në Kosovë, kemi shku në Kosovë, kemi sjell Lek Dugagjinin që u bën shtatorë atje, e solli në mënyrë krejt ndryshe. Pa i vetmi mikrofon nga Shqipëria, ka qenë mikrofoni Akrolis. Dhe ka qenë shumë dijetar. Po ashtu domethënë është ai me kam thënë një gjë për një mision që është bë këtu, sinqerisht domethënë. Po nga herë ja u thu kot, domethënë kur bën, i thu kështu ja sugjeron dikujt, ja sugjeron një institucion, një enti, i thu kështu që ore ta shihni atë, ja po ja u çej link se sot është shumë lehtë, se Deda organizon premiera vazhdimisht në YouTube dhe në njëjtën kohë që është në kabllor, në njëjtën kohë është edhe në YouTube premiera. Dhe për shembull emisioni me Skënder Dotën me drejtuesin e IPA Albania, që duhet ta ketë çdo ministër duhet ta ketë në tavolinë atë emision. Jo se u bën këtu të Akrolis TV këj televizion modest. Po mënyra, formatimi i bisedës, ka shumë rëndësi modeli që të vjen të në studio, një model për policinë shqiptare. Po janë dhe gjë tjera që unë s'po i sjell shumë tani se na shko shumë gjatë. Na shkon koha. Po. Okej, unë Franët falenderoj shumë, absolutisht falenderoj shumë, ndërkohë që do të na thuash ca fjalë pas një spoti publicitar të na thuash ca fjalë për brezin e ri dhe për atë që Deda, kryesisht Deda me shkollën profesionale Kolin Gjoka që duhet ta falenderojmë, po mundohemi për të sjellë edhe një kast të ri gazetarësh, pse jo, që tani të formojnë, kanë dëshirën, kanë pasionin apo tjetër, dhe pse mos shkojnë, sepse është bukur gazaria, e vështirë, po është e bukur. Një spot publicitar i kthehemi në studio. Mirë, rikthehemi këtu në studio, tani është mush studio, si asnjëherë tjetër, se përveç Franos, që jemi gazetarët e vjetër Frano, garda e vjetër e gazarisë, edhe pronarit Netsus.com, Det Bugaqin, kemi edhe të tritu që vinë nga, ta thonë vetani, duke filluar me të pare. Nga shkolla? Nga shkolla profesionale Kolin Gjoka. Sa ko bore që ke arë këtu? Rreth 3 muaj. Rreth 3 muaj. Po. Si të zhduk? A mendon që ke marrë diçka dhe po bën diçka të dobishme për komunitetin e Lezhës? Po, është një eksperiencë e bukur për mua, deri tani dhe një punë e vlefshme dhe besoj që do vazhdoj me qef. Do vazhdosh edhe shkollën? Po, shkollën dhe punën. Edhe punën, bravo, shumë bukur. Vazhdoj me djalin tjetër me Visin, nuk është Visila, po është Visi këtu i Akrolis. Visjan. Unë vim nga shkolla Kolin Gjoka. E ke pasion Visjan, e ke pasion domethënë, është një gjë që shiko, se kur njeriu shkon edhe ke shkolla, po edhe për të bëj punë, edhe sidomos kur shkon në televizion, kur shkon në gazetë, po nuk patë pasionin me veti, më mirë mos shko. Ti a thu po kam kënaqësi me ardhmë të vend? Po. Çfarë ke marrë tre deri tani? Çfarë ke kuptuar? Çfarë ke bën? Ma shumë me pjesën e montazhit. E ke dëshirë montazhin? Me gledisin, ë? Po, montazhier, ky edhe me kamerën e përdor mirë. Edhe kamerën. Bravo. Okej, gjë shumë e bukur, ana teknologjike shumë e rëndësishme, sepse realisht me teknikën jemi mirë. Janë mirë edhe kamerat që janë këtu, por edhe montazhi atje, gledisi tashmë hecën në gjumë të Jetmir Shqiptit. Profesor Jetmirin, ta falenderojmë profesor Jetmirin. Po, profesor Jetmirin. Që kush nxjerr filizat të ri, ai është
ai është advetar. Vite ma parë ka punu tek ne. Ka punu te ti, ka punu te unë te emision që ka pasur dikur. Te media ku ke pas punu ti ma parë ka punu. Po, kalojmë te Brigilda. Brigilda, shiko, Brigilda kishim ku ishim në emision, duket. Si bëmë atje diku atje. Shkum atje, ka rrugën. Dhe pash atje filmo shumë bukur ti. Edhe dyta, domethënë ka një marrëdhënie me kamerën shumë interesante. Të pëlqen Brigilda, a? Kamera po. Kamera më shumë. Po. Se fjala, a? Po. Fjalës një ja ke lënë kujt? Ja ke lënë Kledis edhe? Edhe Meldes. Edhe Meldes, okay. Bukur. Tani, çfarë ke ai shef për shembull, gjithë prodhimet që janë, ta zon filmimet që ke bë, Vox Popet që janë bë, se i ke filmuar ti. A thu po, është dora ime. A jam mirë këtu? Çfarë mund të përmirësoj, si mund ta shoh? Çfarë ke pa? Mund të përmirësoj më shumë, jam e lënë vazhdim. Ai shef me kujdes. Jo ai shef ato. Kur transmetohen, a? Po. A thu po, jam unë. Ha? A kënaqësi, po pra ne kështu gjithë pasionin për gazarin. Ndryshe nuk do kishe. Vajza tjetër. Po? Amelia. Amelia, po është të vinë nga shkolla Colin Gjoka. Dhe jam këtu për gazetari. Dhe jam shumë e kënaqur, e bëj me qef. Shumë bukur. Bravo, është shumë kënaqësi, Frano, i dëgjove pak fjalë, se tani këta e kanë pak emocionante këtë rast shumë, është kënaqësi që unë i kam kështu dhe sinqerisht kur shohim që do të lanë një gjurmë të brezët e ri dhe do t'i bëjmë këtë pasion, nuk do e marrim me vete në atë dynja më burr, do ta lëm te këto tri dhe kur shohim trit që bëhen këto, unë mendoj që një televizion që stimulon trit, do unë falenderoj Detën, falenderoj shkollën personale të Lezhës për atë që kanë sjell dhe besoj që do të bëhen, po kur i dëgjon ti, më thuaj me pak llaf. Për mua është kënaqësi vërtet shumë speciale, rrallë që i shoh në studio dhe në këtë status këto zënjushtet e re dhe djaloshin, është kënaqësi e veçantë, ju uroj, ju përgëzoj për punën që i bani, ju uroj me gjithë zemër për pasionin që keni, sikundër se e përsëris, po kështu përzemërsisht falënderimin edhe urimin për misionin tuaj, po i drejtohem Detës parit, që sot në këtë moment banë bashkë dy gjenerata in extremis, po themun gati. Jam i sigur që kur Gjergj Marku, miku im i hershëm, kolegu i lasht, ka fillu punën si gazetar, sigurisht që... Babalarët e tyne kanë qenë fëmijë. Babalarët e tyne do të ketë qenë fëmijë. Dhe sot, pra, për posë se media re, me këtë ecuri shumë entuziaste, në raport me misionin, me angazhimin e vetë, i jep publikut, po kështu ju keni nërtu, pas keni nërtu, unë shoh sot si mendoj se meriton një amplifikim si një prej lajmeve shumë të rëndësishme që sot në median shqiptare pra funksionohet edhe në këtë mënyrë. Asistojnë në gjithë praktikën e funksionimit medias së re edhe këto të rritë mrekullueshëm që unë kam shumë shpresë që nesër, kur them nesër, në të nesërmen e afërme, këto do të jenë ato që do ta çojnë shumë më përpara me ide, me realizime, me gjithçka tjetër. Mjafton të kenë një njëjtin pasion me cilin e kanë filluar këtë punë. Unë ju uroj me gjithë zemër. Shumë faleminderit Frano, edhe unë nuk mund të pa përmend dhe Gledisin që e kemi atje në paskuin, që është tek montazhi, është një profesionist. I kam thënë Gledisi me këtë hapa që po bën, absolutisht, domethënë për kollaj nuk e them, realisht para 20-30 vitesh kam vënë dorën dhe gishtin te X, ti do bash gazetar, sot janë gazetarë më të mirë që ka Shqipëria. Unë po i them që Gledisi mund të jetë një nga teknik më të mirë që mund të jetë çdo ekran kombëtar pa frikë. Domethënë, kështu që unë të falenderoj Gledis që je duke na filmuar atje edhe për mas na rrit me se na ik më vonë. Jo, nuk na ikën jo, po ikën ai do vinë do vinë edhe brezat. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve, ju falenderoj të dyve Det edhe Frano, ju falenderoj ju gjeneratën e re të gazetarisë në Lezhë, jam i bindur që ju do të bëheni. Nga ana tjetër, ju besoj se mu më konsideroni si gazetar, a? Po, i minut. Por si gazetar, atë që them për herën, gazetar terreni. Gazetar terreni, e di pse, se bjeta qershë më ka boj shakatë, po, shiko, gazetar terreni. Mreti i gazetarisë është terreni.
gazetar, nëse nuk jenë terren, frana nuk bash. Edhe këtë duhet ta marrë mend. Absolutisht, dhe te du t'ju them domethënë që këta mund të ndjekin disa gjë. A keni vënë edhe tek guximshi që vun tani Top Channel janë ato gazetarë që shkojnë për male, shkojnë kështu, vërtet kanë edhe rekreacionin me vete kështu, por mbi të gjitha studiojnë njerëzit, shohin tjerë, mësohen me natyrën, mësohen me të folurin, me kombinimet, me artikulimet, me gjithçka tjetër dhe mbi të gjitha për të qenë sinqert me vendin e tyre dhe me njerëzit e vendit të tyre. Kjo është shumë shumë e rëndësishme. Edhe a di si do ta mbyllim tani këtë ju goca edhe djali edhe ju dy ftuarit e mi të nderuar. Me qenë se jemi në pragun e Krishtlindjeve, unë kam një material i cili është realizuar realisht vitin e kaluar, Betlehemi i gjallë, që në Hajmel Fran është unik në gjithë Ballkanin. Shumë bukur. 34 vit, si vjet. Po. Shkon çdo vit. Hallahu qoftë atyre organizatorëve se ka bënë një punë. Por shiko tani, aty kanë shkuar shumë gazetarë, kanë shkuar shumë media, tjerë kanë bërë gjitha kështu dhe unë e kam bërë thjesht me telefon. Vjet. Mirë, po kam hyrë në një mënyrë tjetër dhe prandaj po ja u jap pak edhe si metodik për të bërë një reportazh, domethënë. Dhe unë besoj se duke e pa e lam teknologjinë, se po të kisha pas tonë teknologjitë, kisha pas edhe gledin e tjerë, do kishim bërë mrekulli. Por edhe me telefon, kështu shumë, megjithatë ka rëndësi mënyra se si kam sjell strukturën e organizimit Betlehemi i gjallë, informacionin, që është informacion edhe në pikpamjen e besimit e tjerë që sjell domethënë radhët e historisë krishtrimit në mira vjeçar, por edhe mënyra, etnografia, gjithçka tjetër dhe mbi gjitha Jezusi. Mbyllet aty, Jezusi fëmijë, është një fëmijë i vogël 2 muajsh, aty një mrekulli e shoqëron violinat, edhe është ajo lutja që thot prifti aty, ato dhe ky fëmijë, të cilit unë para një viti i kisha qenë në një sajdi dasëm me grupe vallesh e njëra tjetër i mboj shumë, ishte gjë shumë e bukur, më ka lënë mresa pafund, ashtu dhe kështu që do keni mundësi që në këtë emision të 50-ën këtu në Kumen, në Akrolis, të ndiqni edhe Betlehemin e gjallë të realizuar në Hajmel. Faleminderit gjithë edhe një herë, faleminderit dhe të shikuesit që na ndjek. Ndiqni Betlehemi i gjallë në Hajmel për ta mbyllur emisionin e 50 këtu në Akrolis TV. Sot ne kam marrë në Hajmel. Po pse në Hajmel? Se në Hajmel po gjëja më e veçantë jo në Shqipëri, po më hemënja edhe në Evropë. Vetëm aty u ka lind Jezu Krishti mund të ketë një gjë të tillë, domethënë është sjell këtë amfiteatër gjallë, Betlehemi i gjallë. Është gjë fantastike. Kam çon Mylushin. Gjori ka nga Italia me përjetu Betlehemin. Ja Gjon? Patjetër. Është interesante, ha? Era ardha për stafat për. Edhe ti në bino se keni me shumë të kënaqur. Ti në bino. Të surprizuar, unë e kam parë. Keni për ta pa vetë është shumë surprizë. Edhe Frani është stoik, është shokim i veçantë Frani. Në këtë moshë janë vazhdo me libra, me njërin me tjetrin, dhe tu i bën gjëra të mrekullueshme me Frani. Vazhdojmë kur jemi Betlehem. Tu kemi hyrë te Betlehemi, ha? Tani shiko, unë shoha të kishën atje me kombanelin. Kjo kisha është e vjetër? Kjo është kisha e bone mas demokracisë, mas vitit 19. Është bo tani pas vitit 19, ha? Okej. Ajo nuk është shefti, a qela. Ka qele. Qela aty nën. Po është qele ku shri aty? Aty janë motër stigmatine. Stigmatine, po. Aty ka parë prifën dikur në këtë kushe kisha, është atje te Vorreze, po ka kisha e vjetër. Po, unë do vi herë të bëj një reportazh plot. 300 vjeç. Tani kjo e gjitha është bën nga fshati, ë, këtu. Po, jo, tani gjithë fshati këtë Betlehemi këtu. Është viti i 6, pra 2018 ka filluar. Ka shumë vjetë që ka disë Betlehemi. Po, zyrtarizu, që na kena marrë të deri
të drejtën jena të vetmi në Shqipëri që e bëjmë me Henry Gjallë, jena është kjo kishë, në tonë Shqipëri. Në tonë Shqipëri. Okej. Ta njëkim tani ku do të shkojmë? Ku do fillojmë? Si do fillojmë? Atëherë tash, ti ku të dush ti? Ku du? Okej. Hajde ti njëkim bashkë. Ti njëkim bashkë. Shkojmë ti të shiti, ti të shiti ke hyrë rrafoj, ti të shiti. Hajde mi shiti, mi shiti. Hajde mi shpio! A herët me qarë? A herët me di. O vali? Cili e vali? Cili e vali? Vali, çfarë vali? Është për lig i lashtë. Edhe që fut lidën atë. Hajde pata! Sa mirë i patat. Sa bukur. Hajde pota! Hajde pota! Hajde pata! Sa shet patën dyre? Ja. Po ti? A shet patën ty? Ta lumshë. Sa njerëz kanë kaluar deri tani? Vali të 2500 që e ma tepër. 2500 që ditën e parë. A, ditën e parë 5000. 5000, o sot 2500 janë? Deri tash. Shumë interesant, nga skanar po është makina plot. Gjithë Shqipëria. Mrekulli. Gjesh margu që mund. Gazetar. Urmoni, dame pigu gjatia, pojnë pun Diego di mia. Diegula! Hajde Diegula! Diegula për ti, duroj si. Diegula, atë pigun gjatia. Ka një fluks të jashtëzakonshëm, ku me ka 100 vetë për 2 minuta, 3 minuta. 3 minuta. Është një mrekulli. Lehmi i gjallë është për herë të parë është bërë në Itali. Në Itali, për herë të parë. Aty është një traditë e lashtë që ne kemi marrë nga. Ju e keni marrë prej ne, e keni huazuar. Lehmi i gjallë është i marrë nga. Shiko, a ka tipologji pak më ndryshe ta zonë për zonën që është. Do tipologji organizimit se okay, thelbi me detaj. Betehemi i hershëm, historik. Në Itali përdorin disa strukturat e vjetra të partisët ose që ofrojnë vetëm për betemin e gjallë, kurse këto strukturat improvizojnë nga vullnetarët e zonës tonë. Shumë bukur. Kështu që kjo është edhe kostomografia, është një diçka që është e sajuar prej motrave stigmatine, motër Marieta, kurse domethënë rikuizitën domethënë pak shumë e arredoni ju domethënë pak shumë normal. Okej, edhe të sjell në lartësi domethënë, e sjell tamam. Ne sjellim kostomografinë dhe artizanatet të cilët janë shumë të vjetra, por kostomografia pak shumë arsyeshme në vitin 0. Vitin 0.
Hajde Tulla, urdhoni! Urdhoni populli dashur, urdhoni Tulla këtu! Dashka që informu tjegullat edhe tullat e... Sa e një mrekulli, tullat e... Përvini ceramik, këtë përvini e dhejot, po dhejot, tullove me radhë, po. Franë. Sepse që na si shtëpi aty ku kena pasi këtë profesion. Këtë profesion me këshu, Jo, me bo tjebla, me bo... Po. Zona aty ku... Se dze, shiko, Dom Prent Suli 1937 të hylli i dritit ka përmend 37 zehet pamshën në përmirë ditë. Bravo. Edhe kjo e përfshi dhe këtë zonë. Atëherë, ka të tjetër, kjo është zonë e Zadenjës, por është pothuajse kena ngjashmëri. Ngjashmëri me. Në këtë kufi. Kufi, po. Edhe në pothuajse zakonin vetëm veshjen e këtij. Po e qartë, e gjanë mrekullush. Ja të ndjekim tani këtu. Kjo është nevojë. Si të unë, Po. e tullashin atje. Po. Atje ajo tullashin edhe që zonë. Po e qartë, shumë e bukur, shumë. Ti ndjekim front. Na kena pas tjegullin, profesion të Këto ne kena edhe kjo është marrë me një garanci, se është marrë me një garanci që me morë rotën e shërët dikure mos më thy. Po. Okej. Këto është atje. Tu... Sa burë si do. Bravo. Kjo më kujton ato lugjet e hershme. Lugjet e hershme. Se më shre maru. E pak bashkë lu. Këram zanot. Jebi të shkoj të lasë të bo filmi vojë. Qa më bëni këtu? Asa mrekulli. Ashtu, me këto, tani këto enët si keni ju? Po, i pedu do të provojmë e kështu. Do petla që bëjnë në loget e hershme dhe nduke që është një traditë që prej historitë. Edhe unë sot të bëjnë petë, një Betlehemi i gjallë. Më thoni një vend në Evropë që e ka të një. Zuar, për shumë vjetë e herë. Jemi zoti. Sa bukur. A qëmë? Oj, sa bukur ju rikë. A mërdhifin ta më? Jo. Nuk mërdhifin parë, e? Kina vërë zotin. O, sa mërdhifin parë. Jiru zoti, bravo. Sigur I ka falë, a I bim. Mas një ure. Kini mëshirë për ne. Kini mëshirë për ne. Kini mëshirë për ne. Kini mëshirë për ne, o Zot. Mëshirë, o Zot. Mëshirë, o Zot. Kini mëshirë për ne. Kini mëshirë për ne. Mëshirë zot. Çunat. Mëshirë zot. Mëshirë zot. Mëshirë zot. Motor.
Hajde me vazhdo të mira, bukra. Hajde ka të tani. Sa vjeç je më? Ha? Nan? Po non bukur bajtën? Ha? Po non bukur? Ha? Si hershëm, ha? Bravo. Po ti, edhe ti je... Sa vjeç? 9. Ja, shikoj ç'a bën tu, ja. Ja, shikoj ç'a gjëra të bukura bën tu, ja. Edhe ai në zonë shkollore, oh, mrekulliqe e Copa ti kena të mira italiane. Bravo. Shumë bukur, shumë bukur. Të marrë këta produkte, në ma bëjë vidi ofer, ale i këtë me marrë. Këtë me marrë. Ale i këtë me marrë. Ja, këtë me marrë se për të qeka. Gjithë e blekë. Këtë e lënë këtë njësë në Sasha. 5 mile. Amer? E marrë në 6 mile. Amer të ti? Hajde klasa mira, bukatia të çanta. Qa klasi i ju? 7? Bravo, i këtu, dhe shkolla Hajmiri vini? Bravo, sa më regulli. Klasa mira, bukatia të çanta. Klasa bukatia. Bravo. Hajde klasa mira, bukatia të çanta. Klasa mira, Janë zitarit. Carnetta per burra! Se mai grossa è di puna! Jan Buci Matashi! Usta e vedaj Farashi! E nuk shindora. Dhe i pastrua dhe me ilo dhe zamës me ba! Ashtu! A e një të një! Shatë thëmë për ta kapshin burrëga! Tapeta për burra! Se me grossa e si puna! Janë butë si më ndofshi! Unë ta me najtë për rashi! Janë ce. Po burrat kanë me ilo vetë! Cosa contributi? Hajde për një vend e mirë e në kuqa. Hajde një për një ka i dorë. Hajde një për një vend. Vend e mirë, vend e kuqa. Hajde e ki rushit të. Hajde një për një ka i dorë. Me polik si dikur, vena e moshme, me Vena e mirë, vena e kuqe. Vena gjaku i Krishtit. Sa historia e vetë Krishtit, është një gjë mrekullueshme e improvizuar tutë dhe Qoftë ka Krishti. Tutë në Hajmel. Kisha mrekullia. Për shumë vjetë, për shumë vjetë. Okej, rushit tu. Këmpi monela shto. Këmpi monela shto. Essa caixa
Kam bëjmë në edhe shtu? Kemi pas mundësi zemë edhe më të vjetë. Kena mleu e kështu. Mleu. Edhe më të vjetë kemi pas mundësi. Lota lalle në qërë. E paslan men me sho. Kem polizati! E to disko i marë këto. Hajdeni! Ajla jo veç këto. Leolam Olmin. Amin. Amin! Kem polizati! Vendi i rutjet! Hajdeni! Ja qenë gjihim! Ja qenë gjih popullit! Ja qenë që shlyre me katit i bazër! Kano ka i qëloj. A pun të bashkëmaja. Het ka dashës ma. Ti të malë këto. Je hoje se pjana. Qa klasë jeni ju? Në 7-ën? 6-ën? Bravo. Qa instrumenti është kjo? Qa instrumenti? Si pun gitare? Pa ta shoj që sa i vjetër është? Sa i vjetër është? Nuk e din. Kjo është barnatore? Sa lloj bim shkëllim lep? Sa bim janë? Bim mjekësore, sa janë? Bim mjekësore kena shumë. Shumë, e në letu në zonë, ha? Po, në zonë. Bravo. Qa për bënd tjetër? Dafina, dëllinja, qaja mali, kamomil, maksej, specikuq, shërbej, aloe, Bravo. putra. Në mrekullisht. Ajo është lim, ha? Po gjrihe, ata kur gjrihe, ja. Qa klasë jeshtë jemi? Klasë 2. Klasë 2, ku që du bo këtu? Ha? Në zjarëm, ha? Bravo, ke farka, ha? Bravo, ja. Qa bugur. Ja, edhe këtë to, këtë. O qështë? Gjyzinatë është i darë të shtonë. Sepse na kena lagja ko vash. Lagja, për në sa me demonstru pak. Po mje ke bosh e ke putë në vitë. Gjesh lagjës toni që lagja ko vash. Lagja ko vash. Edhe barutin atë. Edhe baruti? Sipër, po.
Me grup Dardha që si ka qenë prodhuese. Dardha ka qenë më rezistente. Bravo. Atje na lagja jonë është lagja e parë. Shumë interesant. Ti do kam përshri. Te ke koishi këtë, ë? Ai, Po ja bëj zojtarin to. bravo e qom, bravo. Shumë bukur. Bravo e qom. Era un dia. Hajde Kamila. Kamila. Kamila të Gjorgjit. Edhe ti kishe po. Çfarë ma kena aty? A keni aty? Ola gati. Gel gati. Të s'puna zeni matë. Alini, po shëndet. Hajde Kamila. Morgo për shumë vjetë. Po du të pije duhan me lulla, jo, se nuk ka pas cigare në të kokë. Morgo. Hajde vos ka tjera këto. Hajde merre nej vos, jo shite. Sa pa e bojnë? Pa shumë vjetë. Mirë, sa pa e bojnë? Nuk kanë vjetë. Nuk kanë vjetë. Për shumë vjetë. Shumë pingat, e ke parë shumë pingat? Këna morë. Do pingat që dikuri këj vesh me këto, ju tritë që në mos, shiki ka që si bashin dikure. Talumet, na i kena pa thënë talumet diku. Edhe këto të vjetët pare. Nana Zërjut, opanga. Dikur bashin me likur derri, me likur kështu. Po, na me likur lopet i kena. Ma para fare. Na i kena pas me likur lopet. Ashtë njofi. Ashtë Roshës, gazetar. Njofi. Në brujës televizorës, në Pas që ka qenë kandilorave në Betlehemin e hershëm, ose në historinë e më parë. Janë të lora thjeshta, të rrëjmë dhe shumë. Atje kandilori fantastike që bëjnë të kale majtë të prapë. Dhe një parë njërë Betlehemi gjallë, na jetë një model për të një. Dhe që është një model? Lartë celularve, lartë TikTok, edhe rrjetet sociale, dhe bani edhe i rikëthejmë retro mitë, i rikëthejmë pikisht ato e lore që ne të i ba dikur në rritë tonë, pa lemë prezën generatat e moshme. Është një mrekullia, ky është mesazhi që jep Betlehem. Një mesazh, kjo është një mesazh më i bukur. O Gjergji, ma filmoj ti. Po, kush është kjo? A mesa jote? Ja, a mesa pranit. Pa më thuj çik. A ma mirë këtu apo me celular po? A, knaqeni kështu, çka klasi jeti? 4. A knaqeni nga Betlehemi, a knaqeni? Po shumë. Ke qenë edhe vitet tjera? Për herë të parë ke ardhur? Për herë të parë ke ardhur? Bravo, shumë bukur. Ja si knaqen fëmijët, ja. Si knaqen këta fëmijët tu, ja. Ose me shilarse tu, ja. Ja kanë mullë shilarse tu. E që mrekullie janë. Bravo, shumë bukur. Kecë. Kjo është e zonë sërë, ta ditë sërë. Ojë rgosa këtu! Kjo rgosat. Rgos, me qa bëhat kjo, me qa më banë? Kjo bëhat me zhuga i thënë ty, në? Zhuga? Qa kjo zhuga, pra? Rritën për kanaleve zonë, po rritën të pëna, po? I ka tradit zonë e jërë. Shumë e bukur. Bile lagje e ku ashtë edhe ki djali edhe ku jam unë, na kena pas disa zëjtarë që kanë përgohë rgosa, po si qilimat, dikur, po si qilimat dikur, po. Për Roma, për idit e për festa, për Roma. A vazhdon kjo tradit? Apo thjesht ke Betlehemi? Jo, unë I kam gjithë. Po ti ke gjithë, pa a vazhdon sot? Ja,
Jo, okay. Po mirë, pak të rinjallët. Po rinjallët. Kjo afosë e tje, se kjo i vetë si kjo. Po jenë të pak të koshiqet. Fran, shohet të koshiqet. Shire, ja. Ja, të shumë të vjetër. Këtë është këtë në lejtje. Kjo nuk ka materiali që zën emën, por është një lloj materiali tjetër që banë rrogosat, aty një thonë mel. Meli, po, meli në jopë. Meli? Jopë meli. E banë aty. Ka periode kjo katun. Si? Periode nga kjo emën. Nga meli? Po. Ai meli, pra që bante rrogosat, rrëgjosat. Po, jo me kështu, jo me zhuk. Po, bashkë me mel. Po, me mel. Atëhere, haj, po e di më shumë mirë, po, haj. Nga ajo ka marrë nisëm se për shumë Zollidrinit, Zollidrinit, edhe haj meli, haj dhe mel. Edhe u ka met edhe si zeju. Shumë. Kalama, po, shumë. Ja, toponimit shumë në kryo. Raport, shumë. Ka një periode, se e kena traditna, kena pas zëjtarë që për shumë në rasin e festave, kena marrë, në ka bërë gosët, në ka bërë gjanët edhe ashtu këtë qëllim është. Ja të qëllimi dhe në I mërgulli, okej. Ja, pa I marrë të për më kujdesa, ja. Janë të vjetra. Gjeni, këto janë kosha. Kosha dhe e zheshkut. E zheshkut, po. Si në kana përdor, këna u marrë zjarë, dhe në ide. Pa e qarë. Kush I jemi është ky? Ky I bjen, ha? I malë. Po kjo, shi. Tani kjo, është pesh egzakt kjo, apo kështu? O si zën I peshk. Kjo është me zën këta atje. Pa me zën peshk. Kjo koflë. Po këto nuk besoj, a I kanë zën me këte, për kanë zën me tjetër. Kjo koflë. Marim peshkën. Kjo është sraja. Srajat në vaja, nuk I kisha pa kaq në vaja me të thënë drejtën. Që kanë shumë të vaja. Se vim vadje hane. Konkurenca. E se ka dhe konkurencë. A shikoni mo. Edhe në kote e lashta Fran ka pas konkurencë tashur. Konkurenca, ja si thonë, mos merrni atje thotë gjë. Konkurenca ashur. Se po, ata që shkojnë të peshko mas vingdo. Opa, konkurenca. Hajde bukfikut. Hajde bukfikut do. Merre ka I bukfikut se kena thonë nërë. Merre I zopsët një se metin dërë. Hajde bukfikut. Gjuar për shumë vjetë. Për shumë vjetë po aqi. Hajde bukfikut. Merre ka I copë bukfikut. Vene dzete vend u vlu. Ordone çaj zet. Ashtë e mire ven ka tunë I bije ka dojtë. Hajde çaj malit. Ashtë e mire ven e amel. Hajde me riven, lene atë amel. Hajde ven e mirë. Ven e dzete ven ka tunë. Sil në ma ka dollë sa të na I këtruni. Ven e dzete ven e amel. Ma mirë ven dhe një botë të amel. Ven e dzete. Hajde ven e dzete. Nërre ka I gotë se I në të e po vetë. Ven e dzete ven e kuqe. Vjetë e kena bëme në luqe. Si mjetë ven e dzete ven pa hile. Se I në të e bëme në shqile. Ashtë e mire ven ka truni. Pije ka dojtë se të pa ditë truni. Unë e këtë pozicionin këtu, ky është, sot do t'ishte 31 vjes, është zonën e aksident automobilistik, ka kënë djalli vetëm. Edhe ja pasën bëha kandin këto, shumë interesant. Po vjetë ka qënë kë? Këtë kanë ka bëha këtë djalli vjetë, e kanë kushtu këtë. Shumë interesant. E kanë kushi, ka kanë vjetë, fantastik. Sa mirë u ka nërmend jashtë. Ka pas këtë kushi, edhe ja kanë një gjallë. Këtë ka dek, para që ta mund. Unë e di dhe datën ku ka dek, do në fund të tore. Në fund të tore. I këtë djale, ja kanë kushtu një kanë, ja ka kushtu. Jashtëzakonshëm, ja ky është nderimi I jashtëzakonshëm. Hajde rralla! Hajde mos e ka dorë pili për Marak, më ka dorë, se merr kuti. Po pra, mund na I lash. A këtë thojmë? Sa vite ka? Hajde rralla!
është shëmbullore. Dhe është shumë e veçantë që në zonat e veriut, çfarë ishte? Po ta ishte me prit miku. Shiko, shqiptarët e Shqipërisë së Epërme kanë pas gjithmonë këtë. Kur e pyetin se kur e ke mirë vetëm në mush, kur nuk kisha buk me i dhanë miku. Miku, ka pas rast që bujrat ishin me akull, funksiononin ato mullinë. Edhe mullini nuk lëvizte. Atëherë, për ta kompensuar familjen, por sidomos kur vinte një mik, përdorej mokna, sa me bën një bukë. Edhe kjo është një mrekulli këtu ke Betlehemi. Pra gjëra të tilla po ti gjirë këtu. Filloi trashëgimie e jashtëzakonshme me kombin tonë, jo vetëm me këtë vendi. Kjo. Hajde më me repufil, ma e me. Bravo, Marcos, hajde më me. Hajde më daj, ma rekile mi. Hajde më sotë, se ka do miri për Marokos. Hajde, rrëllë me me repufil. Dani kolaçin e zet. Kolaçi i zet me rëve. Dhe hani kulaç i zet dhe i gjallë. Edhe më thoni mund se çfarë neni mund të bëhet kulaçi më i mirë se këto. Tash që mrekullie ku është kurrë. Është kurrë. Kolaçin e zet me marr vet. Zetur Dani. Dani kolaçin e Buka e nxet doli këtu. Provon e bukën e nxetu. Provon e bukën e nxetu. Aja jeni në shkollë ju? Në shkollë jeni? E keni marru shkollë? A gatuni të ke shtëpia unë këtu? Mrekullie, bravo. Po kjo këtu është ma egzotike kjo është, ha? E lashtë, egzotike, pra është e bukur shumë. Kur të mërzit një jo, nuk dora. Provoni bukën e zetu! Buka e zetu! Bravo, Sofia! Shkoj ta duror. Ti je baresh, a? A je në shkollë? Qa viti je? Je në fakultet? Bravo, dhe vjen vazhdimisht tu, ha? Sa dele ke? Bravo, shumë bukur, edhe që kënë të bukura, shumë bukur. Ja, edhe gomar, edhe lopa aty. Ati qenë qilë, u shenë troftë e mrytë, ardhë mbretëria jote, u baftë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë, buken tonë të përdishme. Na jetë sot, na I falë faje tona, si falim ne fajtorë tanë, e mos në lërë të mijem në të ditë, por në lirë kaj të shimë aurë. Zuar për shumë vjetë, faleminderit shumë për vizitën. Nëse doni mund të ndani edhe të kisha për një moment lutje personale, edhe miru takofshim vitin tjetër. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar, si e?
Ja ka vlet. Ishte një mrekulli. Atëherë ne kemi filluar në vitin 2018. 2018. Jemi ndalur vetëm për pandemi, për një vit, e kemi bërë një video, është në YouTube, është histori e Krishtlindjes si tip film. Për çdo vit kemi këtë traditur. Tashmë vit shumë vizitorë, është për ne që jemi franceskanet një ngjarje shumë e rëndësishme sepse Shën Francesco e kishte në zemër misterin e mishërimit të Jezusit. Për këtë arsye është një mënyrë, një katekezi vizive, një katekezi kështu me shikim. Janë skena që flasin vetë. Po, një mrekulli. Tani kjo është diçka që ju keni marrë si një model. Nga vetë ku keni marrë? E ka shpikur Shën Francesco si mënyrë e udhëzimi nëpërmjet Betlehemit të gjallë. Po, për herë të parë shumë e përhapur. Po për herë të parë në Shqipëri, futet tu. Po, në Shqipëri. Po pse pikërisht në Hajmel? Pse në Hajmel pikërisht? Sepse ne shërbemi në Hajmel. Sepse shërbeni ju, domethënë ju. Okej. Është tipologji e huazur apo vjen brenda një arketipi diçka që ka lidhje me përshpirtërinë tonë franceskane, edhe është shumë e përhapur në Itali. Edhe ne jemi fratëri italianë dhe kemi sjellur këtë visi edhe këtu tash në Shqipëri. Vetë fshatar që bëjnë gjithçka këtu. Të gjithë vullnetarë, nga Hajmeli, nga Nenshati. Nga Nenshati këtu. Është pak a shumë e perceptoni ju si një komunitet franceskan? Po, ne jemi franceskanë. Jo, okay, ju po vetë komuniteti. Sjellim për shpirtin. Ishte fantastike. Bravo. Faleminderit shumë, ju rritësoti kësaj vizitë. Faleminderit shumë. Betlehemi i gjallë. Betlehemi i gjallë tu lind Jezu Krishti, që është një fëmijë i gjallë, është një mrekulli, nuk ketë gjallë më të bukur. Kjo është pika frymore pas gjithë kësaj lëvizje që bëhem çakore nëpër Betlehem dhe vim pikërisht në momenti më fantastik që shumë në Tiranë. Aty që e në qilë, u shentron të mërë, arë mbretëria jote, sa jote, si në qilë ashtë në tonë, duken tonë të përdiqme, na e jetë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorë tanë, e mos në lërë të mirë në të tim, për në liron ka i keqin amë. Gëzuar për shumë vjetë, faleminderit shumë për vizita, për dalur në Si ka emrin bebit? Si ka emrin bebit? Si ka emrin? Si ka emrin bebit? Ha? Jezus. Jezus i Betlehemit. Pa e ka përjetu fantastike. Sa muq është tani? Sa është? Qa moshe ka? 2 muaj. Edhe keni sjell tu. Bravo. Për trashëgiminë e tonë. Hajmeli bën atë që nuk e bëjnë dhe qytetet e shumë. Trashëgimi ku duhet përcillet brez pas brez. Ai Hajmeli franceskan që e sollën për këtë parë, kanë bërë nga gjërat më të bukura që janë bërë në Shqipëri sa i përket traditës trashëgimisë dhe trashëgimisë së besimit, po ta quajmë. Trashëgimia e besimit është ajo që na karakterizon si kom në çdo vit, në çdo tre të vendit tonë. Është për ju. Tu pra me këtë speciale që po ja përsëri këtu na Hajmeli.